Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryetari i ardhshëm i koalicionit Vlen në Republikën e Maqedonisë së Veriut pritet të zgjidhet ndërmjet Izet Mexhitit dhe Bilal Kasamit. Kryetari i komunës së Çajirit, Izet Mexhiti, në një intervistë televizive sqaroi se ai ka më shumë ndikim në Shkup, ndërsa Kasami ka më tepër ndikim në Tetov. Këto janë dy qytetet kryesore ku janë të përqendruar shqiptarët dhe prandaj po punojmë në zgjidhje kreative. Ka më shumë zgjidhje mes partive në Europë, po shurtojmë modele nga Gjermania, tha Izet Mexhiti nga koalicioni Vlen. Drejtuesve të mjeteve në Maqedoninë Veriut u njihet patentat e gjatë udhëtimit në Sloveni. Ljubljana miratoi ndryshime në ligjin për shoferët e cilët të mundsojnë poseduesve të patentave të shoferëve të dhëna në Maqedoninë Veriut të ndërrojnë dokumentin pa pjesën praktike të provimit me kurth që të kenë qëndrim të rregullt në Sloveni. Ky vendim sjell lehtësim për qytetarët e Maqedonisë së Veriut që jetojnë dhe punojnë në Sloveni. Ai vlen edhe për zotruesit e patentave nga Kosova, Bosnia Hercegovina, Malezi dhe Serbia. Sipas rregullave të reja, shoferët nga Maqedonia e Veriut do të mund t'i këmbejnë patentat brenda një viti nga data e paraqitjes së qëndrimit në Sloveni. Ata nuk do të duhet të japin pjesën praktike të provimit, por do të dorëzojnë dëshmi për drejtimin e mjetit. Gati dhe akt akuza për pjesëtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme në Republikën e Maqedonisë së Veriut mbi tragjedinë e Koçanit. Kryeprokurori, prokurisë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, Islam Abazi, tha se brenda 10 ditëve do të njoftohet patdia pas materialeve të mbledhura nga dëshmitarët. Të gjitha dëshmit në lidhje me këtë rast penalo-juridik janë siguruar nga viti 2012 deri në veprimin e fundit dhe ditën e ndodhisë së fatkeqësisë, tha Abazi. Zjarri në Koçan shpërtheu natën e 15 dhe 16 marsit, duke rezultuar me 63 viktima dhe duke plagosur rreth 200 të tjerë. Prokuroria ngriti akt akuz kundër 35 personave, të cilët nëpërmjet veprimeve ose mosveprimeve të tyre brenda sistemit dyshohet se shkaktuan tragjedinë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Një vit pas përpjekjeve për shkatrim të kanalit të Iber Lepensit, policia e Kosovës njoftoi sërish dëmtimin e tij. Ngjarja ndodhi në territorin e komunës së Zubin Potokut. Sipas policisë, dëmtimi u krye me mjete të rënda mes 22 dhe 25 nëntorit. Rasti i cilësuar si azgjësim apo dëmtimi pronës, ndërsa hetimet po vijojnë për identifikimin e autorëve dhe sqarimin e motiveve të ngjarjes. Një vit më parë, më 29 nëntor, ndodhi një sulm terrorist në kanalin e Iber Lepensit, ku vendosën 20 kg lëndë shpërthyese. Kanali Iber Lepens furnizon me ujë nga liçeni i Ujmanit gjithë veriun e Kosovës, rajonit e Mitrovicës, Prishtinën, me rrethinat si dhe korporatën elektroenergjetike të Kosovës për ftojen e termoelektranave të saj. Fillon regjistrimi i votuesve jashtë Kosovës për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi dha detaje për mënyrën e regjistrimit të votuesve jashtë Kosovës dhe se gjatë kësaj periudhe 11 ditore të gjithë shtetasit e Kosovës që jetojnë jashtë vendit mund të aplikojnë për të regjistruar si votues jashtë saj. Aplikimi mund të bëhet përmes platformës elektronike të KQZ-s ose përmes postës duke dërguar aplikimin në kutinë postare të KQZ-s në Kosovë. Procesi i regjistrimit mbyllet më 6 dhjetor, ndërsa për kuvendin e Kosovës zgjedhjet do të mbahen më 28 dhjetor. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.